brenda një viti janë vrarë 4 fëmijë, plagosur disa të tjerë. Është bilanc lufte ky. 17 vjeçar që kapen duke ndihmuar kriminal, 18 vjeçar që kapen me armë në makinë. Çfarë po ndodh me fëmijët tanë? Cili është shkaku i kësaj dhune të paprecedent, e cila sa vjen dhe shtohet? Për fëmijët dhe adoleshentët, shkolla supozohet të jetë vendi më i sigurt pas shtëpisë. Ata kalojnë aty pjesën më të madhe të ditës, edukohen dhe socializohen, por sot për shumë nxënës në Shqipëri, këto mure janë kthyer në skenë afrike, nga bullizmi psikologjik te goditjet fizike, nga videot poshtëruese në rrjetet sociale dhe deri te përdorimi i armëve të ftohta. Sherre që nisi në oborrin e shkollës dhe vazhdojnë jashtë portës duke përfunduar në plagosje, e fatkeqësisht edhe në humbje jete. Vetëm gjatë vitit 2024 në shkollat shqiptare janë raportuar qindra raste konfliktesh mes nxënësve, ku 10 prej tyre kanë përfunduar me dëmtime fizike. Statistikat flasin për një situatë thuajse jashtë kontrollit. Mbi 20 raste plagosje të qëllimshme nga të mitur janë regjistruar vetëm në 2 vitet e fundit. Ndërkohë bilanci u bë tragjik kur një 14 vjeçar humbi jetën nga dora e një bashkëmoshatari pranë shkollës Fanoli në mes të kryeqytetit. Në harkun kohor të një viti, historia u përsërit. Në fund të nëntorit, një tjetër i mitur u qëllua me thik, duke gjetur vdekjen pak ditë më vonë. Ngjarje që dikur i quanim të izoluara, sot po përsëriten me një frekuencë shqetësuese, ndërkohë që institucionet, shkolla dhe ligji po mbërrin gjithmonë pas tragjedisë. E ndërsa prindërit i përcjellin fëmijët çdo mëngjes në shkollë, një pyetje mbetet pezull. A janë sot shkollat shqiptare vërtet të sigurta? Gjithmonë është thënë që shkollat janë shumë sigurta. Ne kemi parë që nuk kanë qenë sigurta. Perimetri i shkollës nuk është muri rrethues, por është perimetri jashtëm. Ku është perimetri i sigurisë? Se të gjithë po vriten brenda se afër territorit të shkollës, apo po plagosen në rënd me thika. Ku është siguria kur ne shohim fëmijët në shkollë dhe ata nuk kanë as çanta, as mjete, as i gjë, po kanë vetëm thika. Të kur filluan disa operacione që u quajtën Tempull, pam që përreth shkollës kishte shumë zullumqtar, njerëz të cilët merreshin me trafikimin e lëndëve narkotike, përfshirën edhe fëmijët. Dhe kjo tregoi edhe një herë që nuk ka siguri. Kush ta siguron ne që brenda në shkolla mund të mos futin nesër edhe mjete shpërthyese? Pra ne nuk kemi asnjë siguri, sepse policimi në komunitet ka marrë fund, se roli i policisë për parandalim ka marrë fund. Funksioni edukues i shkollës është zbehur dhe kjo jo nga mungesa e strukturave, por nga mosfunksionimi i çdo hallke që duhet ta mbajë atë në këmbë. Për shumë prindër, ajo është kthyer thjesht në një vend ku çdo ditë duhet të dorëzosh fëmijët. Një hapësirë ku çohen në mëngjes dhe merren pas dite, pa ditur as pak se çfarë ndodh brenda. Ai është një institucion parkimi që ne dërgojmë fëmijë, i çojmë atje, po të ishte mundur i lënin dhe deri të shtunën, por institucioni edukimi shkolla e ka humbur. E ka humbur për shkak të mosfunksionimit të gjitha hallkave të saj, që na roli që duhet të ruaj oficeri i sigurisë, edhe roja, pse jo, edhe këshilli i disiplinës, edhe këshilli i etikës, përfshi këtu pastaj edhe koordinatorët e cilësisë e karrierës, përfshi pastaj edhe punonjësit social. Pra, në tërësi shkolla e ka humbur funksionin edhe për shkak se institucionet tona nuk bashkëveprojnë me njëra tjetrën. Por kush janë shkaqet që e kanë çuar shoqërinë tonë drejt shtimit të dhunës? Për të kuptuar pse këto raste po përsëriten, nuk na mjafton të ndalemi vetëm te pasojat. Por na duhet të shohim se çfarë po dështon vërtet, përpara se ngjarje të tilla të ndodhin. Ne hartojmë një sër rregullash, duhet të paracaktohen edhe ndëshkimet ose pasojat kur ti vendos këto rregulla. Çfarë ndodh me fëmijën, me nxënësin, nëse ai merr celularin, nëse ai e mban gjatë gjykos, nëse ai sërish e shkel rregullin? Çfarë ndodh me nxënësin kur ai sillet në mënyrë të papërshtatshme, përdor fjalor specifik, cilën rregullore ne kemi të parashikuar që ky fëmijë do marrë këtë ndëshkim, këtë pasojë. Mësuesi ne e bën shkresaxhi. Mësuesi nuk është oficer policie, është edukatori i tyre. A mund të bëjmë më shumë? Sigurisht që mund të bëjmë më shumë, po ju jap vetëm një shifër të Pizës që është tragjike. Drejtorët e shkollave pranoni se vetëm 50% e prindërve shkojnë dhe interesojnë për fëmijët e tyre. Thon fëmia im s'ka probleme, po ka shkolla. Shkolla nga ana tjetër thotë nuk kemi probleme ne, po ka familja. Dhe në fakt familja ka probleme shumë të mëdha. Familja dhe shkolla janë dy drejza paralele që ecin në pafundësi, po nuk takojnë asnjëherë. Dhe ky është problemi. Këto fakte të renditura nga ekspertët na dëshmojnë disa nga arsyet se përse situata të ndryshme në shkollë degradojnë në dhunë mes të miturve. Vërtet mungesa e disiplinës në shkollë vjen si rezultat i mungesës së autoritetit nga ana e shkollës. Por duke mos lënë mënjan edhe institucionin më të rëndësishëm në një shoqëri, atë të familjes. Prindërit janë bërë fëmijë, fëmijët janë bërë prindër, kanë marrë këtë rol dhe prindi ka frikë të reagojë, ka frikë nga nxitjet e fëmijës të cilat mund të jenë të pamenaxhueshme. Dhe i shikon që prindi nuk është prind, mësuesi sigurisht është një autoritet që ai nuk e ka parë dhe shkel me këmbë, ai nuk e respekton. Rrjetet sociale është një
një aspekt. Kemi imazhe dhune qoftë edhe në rrugë, kur është kaos me trafik, kur transmetohen shpeshherë kronika në çfarëdo lloj edicionesh informative, kur fëmijët luajnë një video loj, kur fëmijët shohin filma të ndryshme. Pra dhuna është sadopak prezente. Pra celulari ju bëhet zgjatimi i tyre, ju bëhet kaq e nevojshme, ju bëhet pjesë e trupit, sa e kërkojnë në çdo moment që ata janë ankthioz, në momentin që kanë kohën e lirë. Një nga problemet më shqetësuese nuk është vetëm dhuna vet, por mënyra se si shoqëria po mësohet me të. Raste që dikur do të shkaktonin reagim të fortë publik, sot po kalojnë si lajme të radhës, duke u kthyer në një normalitet. Ne heshtim dhe në familje kur kemi një konflikt. Fëmia sheh babain me nënën që kanë një konflikt, nuk e zgjidhin, vetëm sulmojnë, bajnë qetësi dhe shikojnë që kjo heshtje ndoshta ka ndihmoka. Siç mund të heshti prindi kur e shikon që fëmia e vet, po ç'don, fëmia e vet ka probleme në sjellje. Kështu e do kjo shoqëri, të jetë agresiv. Pra fillon me heshtje, e normalizojmë. Por a jemi ne të vetëdijshëm se çfarë sjell mos reagimi dhe normalizimi i këtyre situatave? Jemi kthyer në shifra. Fëmijë që janë konfliktuar me njëri tjetrin dhe do në lista e frikshme. Fëmijët tanë po kthehen në lista, po kthehen në numra. Secile prej atyre rreshtave, një fëmijë 15 vjeçar u plagos nga bashkëmoshatari, fshihet mbrapa gjithë shoqëria jon. Fshihet mbrapa një shoqëri që tashmë u mësua, është thjesht adoleshent i radhës. Të nesme do dalin statistika të tjera, do janë pasojat. Ka filluar që në klasë të 6 dhe në klasë të 5 që pinë cigare elektronike dhe askush nuk e ka mbajtur dorën askujt që t'i thotë 1 minutë, stop, çfarë bëni juve? Dhe po ja shesi fëmijëve, adoleshente, pa asnjë droje fare dhe pa hyrë gjëm në këmbë. Vetëm pak ditë më parë, kontrolli i lartë i shtetit publikoi një raport të zgjeruar në lidhje me funksionimin e sistemit të sigurisë në shkollat publike. Auditimi i kryer në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, institucionet vartëse dhe strukturat e policisë së shtetit ngre alarmin për dhunë fizike dhe verbale dhe vënë në pikpyetje efektivitetin e rolit të oficerit të sigurisë në këto institucione. Ky raport zbulon se për periudhën 2021-2024, forma më e përhapur e problematikave në shkollë ishte dhuna fizike, me 892 raste të referuara gjatë periudhës së audituar. Pas saj, renditet dhuna psikologjike dhe verbale, me 333 raste të raportuara, ndërsa bullizmi, një nga sfidat më shqetësuese për mjedisin shkollor, është evidentuar 186 herë në të njëjtën periudhë. Po ashtu, kërcënimet, shantazhet dhe përndjekjet rezultojnë me 178 raste, ndërsa përdorimi i drogës, cigareve apo alkoolit shfaqet në 133 raste. Këto që sapo dëgjuat nuk janë thjesht shifra, por një këmban alarmi e konstatuar nga institucioni më i lartë auditues në vend. Një raport i tillë për një vend të vogël si Shqipëria do të duhej të ishte një thirrje për sos, nisur nga rastet e shumta të raportuara. Por ajo që e bën më shqetësuese situatën është fakti që publikimi i këtyre raporteve jo vetëm që nuk bëhet nga institucionet përgjegjëse për sigurinë e fëmijëve, por madje shpeshherë janë këto që përpiqen të fshehin rastet. Drejtoria e shkollës, vetë. E mbyllëm ne ata të premte. Të hënën ata u therrën. Çfarë mbyllëm? Ti mbyllim se na dëgjojnë komshit, mos e marrin vesh bota. Kontrolli i lartë i shtetit flet për cedimin e punonjësit sigurisë, i cili nuk koordinohet me drejtorin e shkollës, sepse drejtorët e shkollave nuk kanë interes që shkollat e tyre të dalin keq, duke raportuar probleme, duke raportuar ngjarje. Një drejtor, nëse ekspozohet shumë, thotë për shkolla jota që ka më shumë probleme. Nëse s'ke probleme, tregon që nuk punon. Ke rastin e Kamzës, i futën brenda të gjithë nxënësit, u morën celular dhe ta mos komunikoni me media. Por këtu duhet të ishte ngritur në alarm shteti. A dini që e shkolla që u vra Martini ka më pak ngjarje të raportuara? Shehja e këtyre historive sjell pasoja të rënda siç kemi pasur pasojat e fundit të rastit Durrësit. Duhet të jemi një shoqëri më e hapur, e bën më të shëndetshëm edhe shkollën, po edhe atë ambient, ata fëmijë që duam të rrisim. Një tjetër gjetje e rëndësishme e raportit konstaton se oficerët e sigurisë shpesh punojnë pa kushtet minimale të dokumentimit dhe se kontrollet fizike dhe kontrolli i mjediseve nuk realizohen, megjithse parashikohen në udhëzime. Në mungesë të këtyre standardeve, rreziku që incidentet të mos referohen ose që të trajtohen brenda shkollës në mënyrë të pasaktë e jo profesionale mbetet real, duke sjell pasoja të drejtpërdrejta për sigurinë e nxënësve. Një pjesë e tyre shkon me kaçavita, sepse që kur del nga shtëpia mendon që mund të ketë të prodhojë një konflikt, edhe e quhen si mjet mbrojtës. Sa ka pasur sherrë apo konflikte qoftë momentale, kanë qenë të armatosur me armë të ftohta. Rasti i fundit që u transmetoi frikshëm, kur grupet
ndeshen me njëri tjetrin. Por këto grupet nuk se kanë munguar. Futja oficerit të sigurisë në shkolla ka një efekt. Sigurisht që jo kudo janë, ndoshta kjo duhet përmirësohet. Ai ja përcjell të gjithë këtë problematikë zëvas, ja përcjell punojësve të policisë dhe pastaj fillon nëse kjo mund të mbyllet brenda shkollës apo ka nevojë të shikohet edhe në organizma të tjerë. Nuk mund të hyj polici në shkollë dhe nuk mund ta mbaj polici shkollën, por polici mund të bëjë patrullimet përreth shkollës për mjetet që ndalojnë çfarë ndodh në aktivitetin përreth kësaj shkolle. Fakte kanë treguar që ne jo vetëm nuk po mbyllim dot konfliktet brenda shkollës, po konfliktet fillojnë në shkollë, agravohen dhe dalin pastaj në rrugë dhe shpërthejnë në mënyrë të dhunshme. Në çdo rast dhune pra një shkolle, reagimi i parë që pritet është ai i policisë. Minutat e para janë vendimtare për të ndalur përshkallëzimin e konfliktit dhe për të parandaluar pasojat fatale, por në rastet e viteve të fundit në Shqipëri, një element përsëritet vazhdimisht. Dhuna jo vetëm që nuk ndalet në momentin kur nis, por ndërhyrja ose vonon ose mungon plotësisht. Dhe pikërisht ky boshllëk me sinjalit të parë dhe reagimit institucional është ajo që sipas ekspertëve e lejon dhunën të shpërthejë. Një komisar i mirë duhet të di kush janë zonat e nxehta në qytet, që të kontrollojë gjithë territorin. Shkollat, qerdhet, kopshtet kanë probleme me sigurinë. Përsitë objekte me një rëndësi të veçantë, të cilët janë banga, shkolla, patjetër që planifikon patrulla këmbësore, automjete që lëvizin, shërbimet e policisë kriminale, të cilët shkojnë depërtojnë marrin informacione, mund shkosh për 5 minuta, mund shkosh për 3 minuta, mund shkosh edhe mas një ore. Kryesisht reagimi i institucioneve është pasi ka ndodhur ngjarja, nuk ka ndërhyrje të mëhershme. Institucionet e tjera të trajtimit të fëmijëve me psikolog, me punonjës social, cedojnë në punën e tyre. Forca reaguese ka problematika. Nuk kanë arritur dot të adresojnë konfliktin kur ka ndodhur dhe më pas kanë ardhur pasoja më të rënda. Pas ngjarjeve të rënda me protagonistë të miturit në shkolla, shpesh herë institucionet bëjnë ping-pong me rastet duke mos ekspozuar përgjegjësit e vërtet. Nuk mund përjashtohet kur policisht, se presupozon që e kontrollon territorin. Këtu nuk ka asnjë bashkëpunim institucional dhe jemi futur në një rreth vicioz ku të gjithë shikojnë njëri tjetrin për ta bërë përgjegjës dhe asnjëri nuk mban përgjegjësitë e veta. Ne kemi buxhetin më të ulët të gjitha viteve në arsim, 2.3%. Dhe atë 2.3% që kemi ne i vjedhin 2% dhe njëri 0.3%. Sepse ministri po e udhëheqin njerëz që nuk kanë lidhje fare me arsimin. Pasojat janë nga më të rënda. Kur dhuna mes të miturve përfundon në pasoja të rënda, nuk kemi të bëjmë vetëm me një dështim social apo arsimor, por edhe me një problem ligjor. Në shumë raste ndërhyrja ligjore vjen vetëm pasi ndodh tragjedia, ndërsa mekanizmat parandalues, monitorimi i të miturve problematik dhe përgjegjësia institucionale mbeten të paqarta. Problematika më e madhe mendoj me legjislacionin shqiptar qëndron në faktin e implementimit mbrapa te pjesa e rehabilitimit. A ka mundësi shteti shqiptar ta kthejë një fëmijë në jetën normale, pra mbasi i ka kryer një vepër penale? Ktu ka defekte dhe ktu ka probleme dhe mos koordinim të disa institucione, duke filluar nga IEVP-t, duke vazhduar me prokuroritë dhe duke vazhduar edhe me qendrat sociale apo me ato organe të cilat ministria të koordinojnë me agjencitë përkatëse për të trajtuar këta fëmijë në të ardhmen. Por nisur nga mosha e subjektit të veprës penale, legjislacioni shqiptar shfaq natyrë letësuese ndaj autorëve të këtyre veprave penale. Ligji penal shqiptar i favorizon këta të mitur, duke parë dhe nga rastet e fundit që ka trajtuar gjykata, ka dhënë disa dënime të pranueshme për të miturit, pavarësisht se je i mitur, ligji vepron, por vepron në një formë pak më të butë, por gjithmonë do ketë efekte mbi ty. Mungesa e monitorimit të miturve nga institucionet përkatëse nuk ka sjell vetëm konflikte mes tyre, por edhe përfshirjen me qëllim në ngjarje kriminale. Ku në shumë raste të miturit shqiptar përfundojnë viktima të përdorimit nga trafikantë të ndryshëm. Është rritur statistika e krimeve të fëmijëve të cilët përdoren nga të rritur për të kryer vepra penale. Siguria nuk mund të mbetet vetëm në dokumente dhe rregullore formale. Ajo kërkon bashkërendim mes institucioneve, monitorim të vazhdueshëm, trajnim të stafit arsimor dhe mekanizma ligjor që reagojnë në kohë. Në një situatë të tillë shqetësuese, ekspertët ndalen në një pikë thelbësore. Ndryshime ligjore më të qarta, kontrolle më të shpeshta dhe më efektive në shkolla, si dhe një sistem që funksionon përpara se dhuna të shpërthejë. Filtri i hyrjes personave pa njohur do të jetë një filtr i monitoruar, është shumë e rëndësishme. Ku po shkon, pse po shkon, kontrolli fizik patjetër. Nuk mundet që ne të cedojmë te shkollat për çështjen e sigurisë. Po ceduam te shkollat për çështjen e sigurisë, kemi ceduar në çdo hallk të shoqërisë, në çdo
institucion tjetër, në çdo vend tjetër ku jemi. Pra nuk ka siguri për askënd, po nuk ka siguri të të miturit. Fëmijët kanë nevojë t'ju rikujtohet që ata duhet të jenë falënderues, që ata duhet të jenë mirënjohës dhe që duhet të jenë bashkëpunues me njëri tjetrin. Që na Ministria e Brendshme, Bashkia, Ministria e Arsimit, Këshilli Kombëtar i Arsimit pra universitar, e tjerë, duhet të ulen që të gjejnë një strategji afatgjatë. Për ndryshe, ne do të mblidhemi përsëri për kronikën e radhës.